domethënë shumica e njerëzve e opinionit kanë qenë shumë skeptik. Domethënë për punën e tij, që unë mendoj që në pej që ka filluar, unë mendoj që ka bërë një punë shumë të mirë për shkak se secilën herë kombëtarja e Kosovës ka shku duke u ngrit. Unë mendoj që ndoshta ajo pjesa që i ka mungu mas shumë të kombëtarës Kosovës ka qenë ajo disiplina taktike. Unë që kohë të fundit Kosova veç ka fillu me u përmirësu te pjesa domethënë ajo disiplina taktike, gjë që unë ndoshta është ajo fryti i asaj është edhe rezultatet që i ka arritur shumë pozitive. Po tash që shecek edhe domethënë edhe presidenti i federatës që ka dalë domethënë me deklarat, kështu që alo zyrtare nuk është që ka, përveç që kemi pa nëpër mediat në Arabi atje që kanë dalë, këtu domethënë përderisa nuk ka kur gjë zyrtare, unë mendoj që alo është diçka e mjegullt kjo situatë, sepse nëse veç ka diçka, unë mendoj që normalisht duhet me qenë edhe shumë korrekt, ose menaxheri i trajnerit Foda ose vetë Foda, për shkak se unë mendoj që ka një marrëdhënie shumë tafërt me presidentin e federatës, kështu që ndoshta janë edhe spekulime, po ndoshta edhe nuk janë spekulime, po se tash të shohim deri në fund, po normalisht që duhet mi mbetë. A mundohet një largim i Fodës? Ndoshta unë nuk besoj, për një arsye, për shkak se unë mendoj që ka potencial Kosova me mri shumë, edhe unë mendoj që Foda ka potencial që me shkrujt histori me këtë kombëtarës. Unë mendoj që kemi lojtarë shumë të mirë, kemi lojtarë shumë cilësor, edhe kjo tregon që jemi ngrit një rang më lart. Kështu që një trajner nëse don për CV-n e vet, unë mendoj që e ka Kosovën në momentin më të mirë, edhe pse ndoshta ofertat që i ka nga Arabia me krahasu me Kosovën dallojnë shumë, po prap unë mendoj për një trajner është me rëndësi CV-ja, sepse mandej nëse vish arrin shumë suksese të mëdha me Kosovën, unë mendoj që ofertat nuk kanë me i mungu, unë mendoj që ka me pas oferta edhe shumë më të mëdha se sa që është Arabia Saudite.